Në disa shkolla të Prishtinës, një objekt nuk shërben vetëm për zhvillimin e mësimit të një shkolle. Në Gjimnazin e Shkencave Shoqërore Ahmet Gashi, mësimin e ndjekin qindra nxënës. Në të njëjtin objekt vijojnë mësimin dhe nxënësit e Gjimnazit Ekrem Çabej. Aktualisht i kemi ofër dikun në rreth 1200-ve, Ekrem Çabej dikun besoj 500-600. Ata ndojnë hapësira të përbashkëta për dhe orare të kufizuara. Si ndikon kjo situatë në cilësinë e mësimit? Po natyrisht që vështirësi ka, domethënë fillimi sidomos të na ka vështirësi për shkak të hapësirës. Ne aktualisht nuk kemi, domethënë kabinet, nuk kemi infrastrukturë që kishim pas po të ishim një gjimnaz. Megjithatë, të na sigurisht si shkolla mesme e lartë ka ndikuar negativisht. Vetë nxënësit tregojnë për vështirësitë e përditshme, sidomos kur duhet të lirojnë këto hapësira për ndërrimin tjetër. Po, kena pas kabineta, po prej zhvendosjes të shkollës Ekrem Çabej këtë të na, nuk është që muna mi përdorë, shkollë që senet për dëmtojnë. Na nuk muna me majtë procesin simor ose orë simore me orar të plotë, me thonë 45 minuta, po gjithmoni kemi ma të shkurtume. Tash e kemi orën dikon 40 minuta, 35. Por, pse ka ardhur deri te kjo situatë? Janë të paktën dy arsye që janë identifikuar gjatë intervistave me përgjegjësit e arsimit në Kosovë. Njëra ndërlidhet me organizimin e mësimit tërditor në Prishtinë, ndërsa tjetra me mungesën e hapësirave të mjaftueshme shkollore. Komuna e Prishtinës ka vendosur që nxënësit e klasave të larta të shkollave Xhemal Mustafa dhe Faik Konica ta zhvillojnë mësimin në objekte në shkollës së mesme të largjeve Dota. Sipas të dhënave të Komunës së Prishtinës, aktualisht 9 shkolla ndajnë objekte shkollore. Komuna thotë se kjo zgjedhje është bërë për shkak të organizimit të mësimit tërditor dhe mungesës së hapësirave të mjaftueshme. Drejtoria Komunale e Arsimit në një përgjigje përmes telefonit ka bërë të ditur se është në proces të ndarjes së institucioneve që aktualisht funksionojnë në objekte të përbashkëta. Ndërkohë, nëse vazhdon plani për zgjerimin e mësimit tërditor dhe në shkolla të tjera, sipas Drejtorisë së Arsimit në Prishtinë, edhe objektet e tjera mund të përballen me të njëjtin model organizimi. Këto ngarkesa nuk janë vetëm në Prishtinë. Në strategjinë e arsimit 2022-2026 të publikuar nga Ministria e Arsimit, është parashikuar ndërtimi i 28 shkollave të reja në nivel vendi, si pjesë e përmirësimit të infrastrukturës arsimore. Megjithatë, ende mungon një pasqyrë plot publike se sa prej tyre janë përfunduar dhe ku janë ndërtuar realisht. Sidomos në Prishtinë, ku urbanizimi i shpejt nuk është përcjell me ritëm të duhur të ndërtimit të hapësirave të reja shkollore. Sipas standardeve të planifikimit hapësinor, për çdo rritje të popullsisë në një lagje duhet të sigurohen parcela të mjaftueshme për shkolla. Sipas udhëzimit administrativ për norma teknike të planifikimit hapësinor, për shkollat fillore të ulta dhe të mesme duhet të përcaktohet së paku 2.8 metra katror për kokë banori në parcelën kadastrale. Kjo do të thotë se nëse një lagje ka rreth 10.000 banor, duhet të sigurohet një parcelë shkollore prej së paku 28.000 metra shkatror për atë komunitet. Pyetja mbetet, nëse strategjia parashit të shkollat e reja, pse shumë nxënës ende mësojnë në objekte të stërmbushura dhe të ndara mes dy shkollave?